Shpeshherë në raportet e Komitetit Shqiptar të Helsinki dhe Avokatit të Popullit janë vërejtur shkelje nga oficerët e policisë gjyqësore dhe asaj të policisë së shtetit. OPG-t jo në pak raste kanë shkelur ligjin duke ndërhyrë në të dhëna personale të qytetarëve pa pasur një urdhër nga prokurori. Për avokat Edi Ramaj, një qasje e tillë të dërgon drejt shpërdorimit të detyrës, pasi nuk mund të jetosh gjithçka për kodo. Pa vendim të prokurorisë, pa vendim të gjykatës, oficeri i policisë gjyqësore vetëm në raste flagrance, pra në raste kur është duke kryer një ndjekje sipër ose kur ka ndodhur një vepër penale ose në ndjekje sipër të një vepre penale, atëherë mund të ndërhyjë ai me iniciativën e vet pa urdhër. Nuk mund të hetosh gjithçka për këdo, sepse nuk ka sens dhe kalojmë përtej ligjit pastaj dhe kalojmë në shpërdorim detyre. Në Shqipëri fatkeqësisht kemi pasur raste të pafundme ku oficerët e policisë gjyqësore kryesisht kanë hyrë në të dhëna personale dhe në veprime të tjera të cilat ka qenë abuzive dhe në shkelje të ligjit dhe kanë tejkaluar detyrën e tyre. Më flagrantja është që oficerët e policisë gjyqësore ndërhyjnë në të dhëna bankare pa aprovimin e prorit. Përgjithësi kanë edhe bankat e nivelit të dytë sipas avokat Ramajt, të cilat nuk duhet të japin akses për çdo përfaqësues të institucioneve shtetërore. Pjesa pasurisë është një është një objekt i cili nëse nuk është objekt i veprës penale për cilën po heton oficeri i policisë gjyqësore apo ka marrë urdhra të qartë nga eprorët për të hetuar të ato pasuria, ai nuk mund të ndërhyjë. Kur flasim gjithmonë për të dhëna personale, kur flasim gjithmonë për të dhëna sensitive që u përmendën, kur llogari bankare, për shembull biseda personale në telefon që nuk kanë lidhje me veprën penale, jo çdo gjë që ti ke personale në laptop, në telefon, në bank apo kudo tjetër të jenë objekti hetimit. Unë mendoj që është dhe detyrë e bankës e cila nuk duhet t'i japi akses çdo kërkesë që vjen nga institucionet të dhënave dhe të llogarive personale të individit. Abuzimet më të mëdha për avokat Edi Ramaj bëhen nga policia e shtetit, ndaj prokurori ka detyrë të kontrollojë veprimet e oficerëve të policisë. Veprimet e para gjithmonë bëhen nga policia e shtetit dhe më pas i kalon dosja prokurorisë. Dhe në këtë moment abuzimi mund të jetë më i lartë dhe duhet të jetë detyrë e prokurorit e çdo prokurori të një çështje të caktuar që të kontrollojë se çfarë veprimesh ka bërë policia e shtetit ose oficerët e policisë OPG-t. Njerëzit që praktikojnë të drejtën kanë rezervat e tyre për sa i përket policisë së shtetit për të gjitha format, dhe si e kryejnë hetimin dhe si menaxhon të dhënat personale që po flasim dhe si ndërhyjnë brutalisht në hetim në raste të caktuara. Gjëja e parë që të bëjnë nëse ndalohet një person edhe nëse shoqërohet pa u arrestuar ose pa marrë vendime të tjera më drastike ndaj tij, i cili dyshohet se ka kryer një vepër penale, i ndalohet telefoni, i bllokohet telefoni. Dhe ne nuk e dimë se çfarë ndodh me atë telefon. I merren të dhëna. Nuk kanë qenë të pakta denoncimet dhe ankesat e qytetarëve që kanë referuar në Agjencinë e Mbikëqyrjes Policore. Në raportin e fundit të këtij institucioni, një përqindje të konsiderueshme rreth 32% e totalit të referimeve e zën shkeljet e veprimeve që kryen punonjësit e policisë gjatë ushtrimit të detyrës, të cilat prekin dhe cënojnë lirinë e shtetasve, si dhe dhënia e urdhrave arbitrare, kryesisht nga niveli i parë drejtues shef seksioni, sektori, stacioni policie apo shef komisariati.